fal partneritetit strategjik me një aktor spikatur botëror të fushë. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza do të materializojë partneritetin strategjik me Spitalin San Rafaele të Milanos, duke aplikuar një model suksesi në menaxhimin dhe fuqizimin e kapitalit njerëzor të sistemit spitalor. Universiteti i Mjekësisë do të hap kapitullin e ri të partneritetit me Universitetin Vita e Salute të Milanos, me synim diplomat e njësuara europiane. Ndërsa në Fier duam të sjellim një universitet të ri, prestigjos, ndërkombëtar të mjekësisë, për cilin po punojmë me një grup të mirënjohur ndërkombëtar në fushën e arsimit të lartë, dhe i cili do t'i bashkohet praktikës së mirë të Spitalit Memorial. Shqipëria e la stafetën Danimarkës, e cila organizoi samitin e radhës të Komunitetit Politik Evropian, ku ne ishim përsëri pjesë aktive e bisedimeve për të ardhmen e kontinentit. Të barabartë mes barabartësh, teksa vazhdojmë të përparojmë në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Kemi hapur 28 kapituj të negociatave dhe mbeten 5 të fundit, që besojmë se do t'i hapim brenda këtij viti, ndërkohë që vitin e ardhshëm synojmë të nisim me mbylljen e kapitujve, që shkon në vazhdim në një ecurie rekord të këtij procesi. Këtë javë kemi çelur në Universitetin Politeknik një tjetër program të bukur punësimi për të rinjt, i cili është konceptuar për vajza studente që duan të përfshihen në projektet infrastrukturore. Shembulli i OSHE-s, ku po vazhdojnë aplikimet e të rinjve, për të siguruar që brezi i ri të përfshihet pa humbur kohë në punën praktike dhe pastaj në rrugën e karrierës profesionale, është kuptim plot. OSHE ka krijuar deri tani mbi 300 mundësi punësimi dhe ndërkohë ka afro 300 aplikime të tjera të hapura në rajone të ndryshme për inxhinier dhe elektricist të rinj. Më 9 nëntor, qytetarët e Tiranës dhe disa bashkive të tjera do të votojnë për të zgjedhur kryebashkiakët zëvendësues të atyre që u larguan për të bërë deputet a për ndonjë arsye tjetër. Të tjerat janë zgjedhje krejt normale, ndërsa ato në Tiranë janë të jashtëzakonshme për disa arsye, dhe jo thjesht se Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë dhe lokomotiva e ekonomisë kombëtare.